të tjera në shoqëri për menaxhimin e mbetjeve në landfill, përfshirë edhe ndarjen e tyre. Kontrata me vlerë $400.000 u nënshkrua në vitin 2023, ndërkohë që ndarja e mbetjeve nuk ekziston, se do duhet të ndalemi dhe te këto element për kuptuar që po, sot që flasim, po digjet çfarë do lloj mbetje aty. Blendi Himçi, deputet i zgjedhur i qarkut Elbasanit, i Partisë Demokratike, është me muaj, është një nga denoncuesit kryesorë në fakt të situatës me mbetjet aty, me inceneratorin që nuk ekziston e kështu me radhë, që nuk është funksionale e kështu me radhë. Përshëndetje zoti Himçi. Po, është shkëputur lidhja me zotin Himçi, ja, rilidhemi edhe një herë, jap dhe pak kohë në mënyrë që të kemi mundësinë që të marrim edhe denoncimin e tij apo informacione që ai mund t'i ketë nga terreni. Zoti Himçi vazhdimisht është dalur tek situata si për sa i përket landfillit të mbetjeve, po dhe aferës në vetvete të inceneratorit. Zoti Himçi, më dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Ju përshëndes, mund ta quajmë këtë kronik e një ngjarje të paralajmëruar? Këtë që po ndodh sot? Sigurisht, në mënyrë pa diskutueshme, është një situatë e përsëritur, halli vjetër, zakoni i ri, apo siç mund të thuhet ana sjelljes, por sigurisht kjo është një ngjarje e përsëritur e shumë herë. Ka ndodhur çdo 6 muaj, pas me plera rritet. Duhet të theksoj këtu dhe të sqaroj që kjo fush nuk mban më vetëm mbetet urbane të Bashkisë Elbasan, po mban të gjithë qarkut, pra dhe 6 bashkive tjera të qarkut Elbasan. Njëkohësisht do të theksoj që Këshilli Bashkiak jo më shumë se sa muajin e kaluar ka miratuar pikërisht kalimin e një fondi për 26 euro për ton, pra arriti edhe me 1 euro, ku më përpara ishte 25 euro që ishte lëmë fillim, por njëkohësisht përveç lëmë fillimit ka pasur dhe incenerim, por me që inceneratori nuk punon. Ja, një moment se ka sirena të mjeteve të cilat janë duke kaluar mjeteve të emergjencës që e pamundsonin ndërgjimin. Sigurisht doja të sqaroja që 26 euro se cila bashki do të paguajë vetëm për landfillimin, jo më për incenerimin. Dhe sasia e mbetjeve urbane, po mali mbetjeve urbane sa vjen rritet, dhe sigurisht është ngritur një kompani fantazëm me kapital shtetëror që quhet EcoEl, ku 51% i ka Bashkia Elbasan dhe 49% 6 bashkitë e tjera. Është caktuar dhe administratori i saj për disa vitesh dhe her pas here ne kemi djegje dhe zjarrvënie të qëllimshme. Edhe nga prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm të rrethit gjyqësor Elbasan është konstatuar zjarrvënie e qëllimshme pikërisht në situatën e mëparshme, por edhe këtë herë unë besoj që kjo zjarrvënie është e qëllimshme, pavarësisht temperaturave të larta. Jemi para një afere të madhe korruptive, një mega aferë që do të thoja që ka nisur që me krijimin e këtij inceneratori dhe që ka vazhdon akoma më tutje edhe në krijimin e një kompanie fantazëm ku vidhen lekët e taksapaguesve Elbasanas dhe gjithë taksapaguesve të qarkut Elbasanit nëpërmjet një kompanie fantazëm, siç thash, dhe këtu jemi para një grupi strukturuar kriminal dhe unë bëj thirrje sfagut të fillojë ta hetojë këtë çështje. Nuk është më çështje prokurorisë rreth. Nuk mjafton hetimi nga prokuroria e rrethit. Nuk është më pjesë. Këtu jemi para një grupi strukturuar i cili sigurisht ka të përfshirë brenda kryetar bashkish, ka të përfshirë brenda funksionar të administratës lokale, të cilët të gjithë bashkë na sjellin në këtë katastrofë ekologjike, e cila është e dëmshme jo vetëm për qytetarët e Elbasanit që nuk e kanë për borxh askush që të ndjell dhe të ndjej tymin kancerogjen, jo vetëm qyteti i Elbasanit, por sidomos fshatrat, më konkretisht janë Jagodina, Bujzi, është Vidhasi, është Katundi i Ri, është Lagja Skënderbej, qyteti, të cilët janë shumë pranë këtyre pranvatrës zjarrit dhe vuajnë jo vetëm erën e keqe çdo ditë,
dotoja, por tashmë edhe këtë tym kancerogjen. E qartë. Mirë, ne do t'jemi vazhdimisht aty